Ka qenë KLSH që ka gjetur shkelje të rënda në procedurën për t'i dhënë kompanisë së Iglitares tokën në sheq Marinas të Fierit, dhe nuk bëhet fjalë për pak, por për plot 3.3 hektar. Në faqen 97 të raportit, audituesit shtjellojnë në detajo kontratën e lidhur midis Agroroma 2019 dhe Bashkisë Fier. Kontrata e lidhur me shoqërinë Agroroma mban datën 27/5/22 me afat 20 vjet. Sipërfaqja e 33.000 metrave katror ranishte ndodhet në fshatin Sheq Marinas. Audituesit në raport shprehen se kjo sipërfaqe toke është dhënë pa marrë më parë miratimin e Këshillit Bashkiak Fier, siç e parashikon ligji. Kontratë e lidhur me shoqërinë Agroroma datë 27/5/22 me afat 20 vjet. Në faqen 2, baza ligjore dhe neni 1 i kontratës i referohet vendimit të Këshillit Bashkiak të vitit 2017. Në pikën 1 të këtij vendimi është miratuar dhënia me qiraj sipërfaqeve në fshatin Sheq, njësia administrative Topoj. E në këtë vendim janë disa sipërfaqe toke me numrin dhe zërin kadastral. Pra evidentohet qartë, toka që Armando Subashi i ka dhënë kompanisë së Iglitares nuk është pjesë e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak dhe është përdorur si referencë, duke e çuar këtë procedurë deri në falsifikim. Por jo vetëm kaq. Sipas KLSH, për dhënien e tokës janë shkelur të gjitha procedurat. Nuk është ngritur grup pune për kryerjen e praktikës e madje në shkeljet e ligjit për dhënien e pasurive shtetërore me qira janë marrë kompetencat e Ministrisë së Ekonomisë. Pra, pasi shkeli hapur procedurën, pasi nuk ka ngritur as grupin e punës për vlerësimin e dokumentacionit, pasi nuk ka relacion për përcaktimin e çmimit, Armando Subashi merr edhe tagrin e Ministrit të Ekonomisë, pasi vetëm ai ka tagër të jap me qira toka pa fryt, ku hyn kategoria ranishte. Por Subashi për miqtë e Belindës nuk u mjaftua me kaq. Edhe pse ligji e përcakton qartë se afati maksimal për lidhjen e kësaj kontrate është 10 vite, ai firmos për 20 vite.